Shqiptarët janë populli më i varur nga bota virtuale, pasi Shqipëria kryeson listën e vendeve me përdorimin më të lartë të rrjeteve sociale në Europë. Të dhënat e publikuara nga Eurostat përfshin përdorimin individual gjatë vitit 2025, ku 95% e popullsisë nga mosha 16 deri në 65 janë përdorues aktiv në rrjetet sociale. Po ashtu edhe bizneset e rendisin Shqipërinë të parën, ku 86% e tyre operojnë kryesisht në aplikacionet më popullore të rrjetit, më tepër se sa në aktivitetet tradicionale apo përdorimi i faqeve të webit. Sipas të dhënave të organizatës kërkimore digjitale Data Reportal, vendin e parë e zë Instagrami me 1.35 milion përdorues në Shqipëri, ose thënë ndryshe, gati 58% e popullsisë. Ndjekur më pas nga Facebook me 1.3 milion përdorues dhe TikTok me 1.23 milion. Këto të dhëna sigurojnë jo vetëm nga mbulimi i internetit, por po ashtu edhe nga shtrirja e reklamave virtuale në rrjetet sociale. Më pas renditen vendet e Europës së Veriut si Danimarka dhe Norvegjia, që përbëjnë edhe rajonin me aktivitetin më të lartë në Europë. Po ashtu, të dhënat e Eurostat pasqyrojnë se kategoria e informimit dhe komunikimit zë pjesë më të madhe të përdorimit të rrjeteve sociale me 83%, 78% bizneset e bar restoranteve dhe hoteleri turizëm dhe më pas nga sektori tregtisë me shumicë dhe pakicë i mallrave apo makinave.